to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se zakonisht pak pas orës 22 të çdo të ente, ne dëgjohemi dhe shihemi bashkë në programin Back to the Beginning në Top Albania Radio. Ju kujtoj që këtë program nëse e humbisni premier në Top Albania Radio apo në kanalin 10 në Digital, mund ta aksesoni kurdo që dëshironi ju në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Unë jam Kozeta Kurti. Në të djathtën time një tjetër mik I cili nuk hyn tek njerëzit që I dëshiron shumë studio televizive apo radiofonike, sepse në përgjithësi njerëzit e punën se kanë pak të vështirë të flasin për veten ose të komentojnë punën e tyre. Megjithatë, pavarësisht se hyn tek ata që kanë profilin e ulët mediatikisht, kanë profilin e lartë profesional. Ne nisemi nga kjo studio sepse Aranit Hoxha më mbroma mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Është pjesë e ansamblit të këngëve dhe vallëve popullore pranë Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, por mbi të gjitha se është njeriu që pikon her pas here festat familjare, tradicionale, dasma, evente, kudo ku ka shqiptar, flitet dhe këndohet shqip me Aranitin, I cili ta merr nga Vermosh, vërtet Aranit. A këndon ti këngë jugu? Se desha me thënë e merr nga Vermoshe deri në Konispol. Po, e vërtet. I këndon këngët e jugut? I këndojmë sepse ansambli du të këndosh gjithë pjesën shqiptare. Këndosh që flitet shqip. Sa kohë ke ti që je atashuar në ansambël? Sa vite ke? Po 15 vite diku po, rreth 15 vite po. Aranit, ne do nisemi pak siç e ka dhe vet programi, kështu back to the beginning, kthim pas në kohë. Ku ke jetuar ti? Ku ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime shumë e bukur, unë kam jetuar në Tropojën e vjetër, si u njihti Bram Currin edhe emri Tropoj, po Tropoja vjetër është mini qytet e vogël. Aty deri në klasën e 4, në klasën e 4 pastaj erdhëm në Tiranë, si gjithë shqiptarët që filluan në lëvizje dhe donin kryeqytetin. A ke qenë ti pjesë e korit të shkollës në shkollën fillore? Do me thënë, si ka ardhur këngat e ty? Ka kënduar njëri, babai, nëna, askush? Jo, në gëzime familjare në festa këndonin gjithë, po ke parasysh kot. Jo me këndu artist. Unë kam marrë në shkollën si Kodra ku erdhëm nga Tropoja, aty kam pasi mësuese muzike, Bukurie Balla, cilën e përshëndes nëpërmjet radios tuaj. Ajo më përzjodhi, pastaj unë mora pjesë në festivalin e fëmijëve Zërat e rinj të Tiranës, kur aty fillova të njihem edhe me pjesën e vërtetë si bosh I festivalit, si mund të shkoj në një kompeticion që të tregoj aftësitë tua. Aty u njofta edhe me profesor Luan Bakiun, të cilin edhe atë përshëndes, sepse u boi si mentori për një rrugë të gjatë dhe fitova dhe aty ishte piknisja kësaj gjë. Unë s'kam kënduar asnjëherë në kord, kam qenë gjithkohë solist. Ke qenë I predispozuar për të qenë solist? Po, sepse zëri, pjesa e shtrirjes vokale dhe shumë aftësitë mia të vokale që të jep edhe natyra nganjëherë kanë qenë që unë mos jem në kord. E mban mend këngën e parë që ke kënduar? Këngën po, profesionale. Ka qenë te festivali që sapo tash, e kam kënduar këngën popullore, o vjen behari aman çeli darda, o shqyr vash që të kam koj shije. Dhe brapa ka qenë kolazh bile, jo një këngë, ka qenë o bilbil me pika pika. E kemi pas dëgjuar nga grupi Korona, grupi legjendar Korona I Kosovës. Të natë kohë të vësheja ishte që shikonim edhe e bukur këtij festivali që unë se harroj asnjëherë është në Juri, në atë kohë ka qenë poeti jon I madh Jorgo Papinçi kryetar Juri dhe më tha Aranit, pse nuk ka bilbil me pika e shile? I thash se ma bën Juria me hile. Aranit, një nga problemet që unë kam konstatuar gjithmonë, ka qenë dhe vazhdo ta konstatoj edhe sot, është gjenerata e re që këndon muzikë popullore. Pra ti ke qenë në festivalin e zërave të rinj në moshën sa vjeç ke qenë? Klas 4, diku te 10 vjeç, 9 vjeç. Është dhe ke kënduar këngën popullore. Sot, jo 10 vjeç, por në përgjithësi edhe këngëtarët I shkojnë shumë rrymës bashkohore ose komerciale dhe gjithmonë pyetja ime ka qenë kur nuk do të jenë më, se nuk do të jenë më. Natyra e ka krijuar që nuk do jemi të përjetshëm në këtë tokë. Kush e këndon këngën popullore? Do me thënë, e vereti si unë e di që ju keni bërë këto edukimin nëpër shkolla, më kujtohet që ka pasur ca iniciativa të tilla. A ka sot fëmijë apo të rinj, të cilët dëshirojnë ta këndojnë këngën popullore, se që duan ta kërcejnë e kanë parë. Kudo ku janë, Ballkani e ka atë që të bën të kërcesh këngën popullore. Ti e njeh pak a shumë teatrin e operës apo ansamblin e shtetit. Unë para disa viteve mu dha mundësia që të bëj rinovimin e pjesës vokalit të ansamblit. Dhe them drejtën, unë bashkangjitem shumë me ty në këtë që the, nuk ka shumë vështirë. Dhe unë kam dalë Shqipërisë rreth e qartë që kemi gjetur ato pak zëra që morëm, sepse aq vende ishin të lira, që i zëvendësuam. Por sot e shoh edhe më vjen shumë keq kur shikoj kompeticionet e fëmijëve, siç janë këto
këto X Factor apo Voice Kids, po. Gjitha që në asnjë lloj kompeticioni nuk i japin as prioritet këngës shqiptare, vinë fëmijët me këngë tuaja, okay, jam dakord, të shkoa, është trendi, po ne po nuk e ditëm se nga vim ne nuk do ta dimë nesër se nga shkojmë apo këto. Dhe them drejtën, kjo gjëja më jep një ndjesi shumë të keqe. Unë kam edhe gocën time që është e vogël, është 6 vjeç, edhe nuk këndon shqip fare. Se mua më kanë në shtëpi si prind që unë këndoj shqip 24, po që është koha është. E koha, marrëdhëniet në shkollë, kudo ku kalojnë kohë me njëri tjetrin që e kanë aksesin më shumë tek informacioni i huaj. Sepse sot informacioni është shumë i shpejtë. Të kujtohet kur shkove ta këndosh të këngë, pra ishte një detyrë që t'u dha dhe mësove ta duash rrugës. Pra si mësove ti ta duash këngën popullore? Kjo është e bukur sepse unë deri në momentin që kam fituar çmimin e parë nuk e dija se çfarë po bëj. Dhe të nesëmët kur kam dalë që kam shkuar në shkollë, unë isha i famshëm. Edhe të gjithë zonjat, njerëzit që shikonin TVSH-n shumë, bravo, rimet pam, edhe kjo që sikur fillon të shijon, të kënaqesh, unë që kam i famshëm, jam dikushit, pa çka se isha shumë i vogël. Dhe kjo të fillon të thithi, të bëj që ti ta dush atë gjë. Pra ta mësosh rrugës që e do. Dhe duke takuar njerëz që ishin mjeshtat kësaj rryme, duke ta thënë për ditë bravo, ke një zot bukur, je talentuar, e të bën të ndihesh më mirë dhe si thosh ti fillon e krijon një vetbesim te vetja jote që nuk e ke idenë fare se ku po shkon, por që çdo ditë më shumë ajo vetëm rritet, vetëm zhvillohet brenda teje. Ne kemi një mangësi në edukimin muzikor të këngëtarit, pra kemi ose kanton klasike ose asgjë tjetër. Pra Akademia e Arteve ka dhe muzikën e lehtë dhe popullore, të cilën e jep si lënd. Jo, e kam fjalën Panjora në Albani dhe është fut kohë të fundit, është gjë shumë e mirë. Pra këtë po them, sepse ne nuk kemi një mundësi për të studiuar vetëm si këngëtar i muzikës së lehtë ose vetëm si këngëtar i muzikës popullore. Por te kantoja futen edhe këto modulet, apo e kam gabim? Ka një problem, sepse pjesa e liceut që fillon formimi i kantos, është kantoja klasike. Është kanto klasike, dhe aty fillon mësohet përveç kantos, mënyra e vokalizave, zërit, fillon mësohet solfezhi, melodiku, ritmiku. Kur shkojnë në akademi, janë më të aftë, janë më të përgjeshëm, edhe pasaj aty ata vendosin vetë. Sepse ka një problem, një fëmijë të vogël që fillon të këndojë ti nuk mund ta marrësh ta bësh këngëtar direkt, sepse ka moshën e pubertetit që do kaloj. Ndryshimi i zërit, pjekuria. Duke menduar që ti bën mirë pa atë fëmijë dhe e dëmton. Dhe prandaj akademia ka vite që është fut, disa vite që është fut edhe muzika e lehtë dhe popullore, ndërto edhe klasike. Është primare. Të kujtohet si ke zgjedhur kur ke shkuar ti vet. Pak para se të vinim në studio me Aranitin, kemi pirë një kafe. Araniti në fakt është personazh shumë i lezetshëm kur pi kafe me të. Është jashtëzakonshëm, është më pak i turpshëm se ç'është një studio radiofonike, por gjithmonë i drejtë për drejtë. Dhe më thot në akademi, çfarë s'kam kënduar e arje. Po, është e vërtetë. Unë në akademinë e maj mend si vitet më të bukura të këtyre viteve që unë bëj art dhe muzikë. Kam qenë në klasën e profesor Burhan Spajut, kam filluar me profesor Gaqun, e ndjer, të dy janë të ndjer, po njerëz shumë të mëdhenj që na dhanë dhe na mësuan se si ta duam këtë punë. Dhe një ndër njerëzit që ma futi muzikën klasike në gjak ishte profesor Burhan Spaju. Aty fillova të njihem më shumë, sepse unë vija nga liceu, po në liceu nuk është se kishim shumë informacion, të më drejtën. Ne bonim disa gjëra që bën në shkollë të mesme. Dhe në akademi unë kam këndu dhe kam marrë pjesë në 3 tenorët, kam qenë 3 vjet rresht në festivalin e madh të 3 tenorëve, ku kam këndu për krah At Xhemës, tenorit tonë të madh, Kasiot Tusha, e tjerë artistë, gjë që më fut në shumë qef si muzikë, por problemi ishte sepse unë nuk mendoja që gjeja terren. Sepse të themi drejtën përpos gjithë tyreve klasike, okay, jam dakord, janë shumë të bukura, janë histori, në fundit njeriu do të gjejë edhe një mënyrë se a do jetoj unë këtë jetë. Absolutisht po, absolutisht. Se janë jeta duhet ta jetosh për ditë, duhet punosh për ditë. Mendoj është shumë e vështirë dhe unë shoh sot kolegë që janë teatrin e operës se kanë vërtet vështirë, sepse të bësh një operë do 2 muaj prova, ti ke qenë vetë pjesë e teatrit dhe ti shumë mirë, sa mrapa vija dhe sa njerëzit punojnë për atë shfaqje. Unë nuk është se zgjodha rrugën më të lehtë, por atëherë duhet bëja një ndarje me veten dhe thash po mirë po rritet popullore, jam si thosh edhe në habitatin tim, plus jam afër njerëzve, jam me festat, jam me gëzimet edhe është më e bukur edhe për mua, po njëkohësisht është edhe më mirë për pjesën ekonomike. Unë do ta ndërpres vetëm për një moment bisedën me Aranitin për t'i dhënë një frymarrje muzikore se me që ishim këtu, për ta gjejmë pak si e kishim titullin e këngës. Apo, Zemrën Mamore. Kur është bërë kjo kënga Zemrën Mamore? Kjo kënga është bërë para
6 viteve kur ne patëm krijum. U lidhëm bëm një grup live me çunat Simpati Pko Band. Cili ti përshëndes, disa jebi, disa si jemi më tani. Edhe kjo ishte si tush kënga jonë e parë që filloi. Tash i presim për këngë tjera. Po një nga pyetjet që kam për këngëtarët e muzikës. Veçantia kësaj këngë është që është kompozuar nga djali im, nga Arti. Ai ka bërë, po. Djali i vogël. I madhi. Po djali i madh, po që prapë është i vogël për të kompozuar këngë. Po, ai e ka bërë edhe muzikën dhe tekstin. Okay. Kam një pyetje këtu përpara se të kalojmë te kënga, se un them ti ta ndërpresim dhe pastaj kujtojmë dhe më vonë mendoj se është më mirë ta them se e haroj. Këngëtarët e muzikës popullore kanë një në përgjithësi flas. Një problem për mungesën e krijimtarisë autentike, autor, origjinal, duke qenë se ka shumë këngë gurra popullore, veriu jugu, Shqipëria e mesme, pak prodhohet. Pse prodhojnë pak artistët e muzikës popullore? Po, në përgjithësi po flas. Kozeta ka një problem. Ti sot e shikon që çdo gjë lidhet me pjesën e internetit dhe me pjesën e bërit viral. Po. Ti mund të bësh një këngë shumë bukur që mund të ketë një super tekst, mund të ketë një super melodi, por të garantoj që ta marrësh nga ana klikimeve ajo këngë të rri 3 vjet aty nuk merr më shumë se ku diun 5-6 mijë klikime. Që mund të jetë këngë shumë e bukur, këngë e shkruar bukur. Edhe këtu është gjithë ngërçi. Ne kemi kompozitorë shumë mirë që bëjnë muzikë bukur popullore, unë një ndër ta do ta veçoj po them si pasar si Yusuf Mizyrit apo Mustafa Bodinit apo i Muharrem Gurrës, Edi Balili, të cilin e përshëndes dhe them drejtën, është fat që Shqipëria ka një Edi Balili për pjesën e këngëve që po shkruan dhe vazhdon të bëjë çdo kohë pjesën e këtij lloji ndryshimi drastik muzikor. Dhe është një nga vetmi që Edi shkruan muzikë popullore dhe shkruan shumë bukur. Dhe me që jemi tek Edi përpara se të kalojmë te kënga, do me thonë unë kisha dëgjuar kaq shpesh emrin e Edi Balilit, sa më duket sikur ai ishte diku te 75-80 vjeç. Unë do të kujtoj vetëm një këngë. Ty dhe unë mendoj që nuk ka shqiptar që nuk e di një këngë që është shkruar nga Edi Balili. Për shembull, Robi plaket kur do vet. Në çdo festë, në çdo gëzim, ajo këngë është një nga këngët që është bërë nga Edi Balili. Kaq. Ja pse unë mendoja Edi Balilin të moçëm. Dhe jo një djalë të ri, po kjo është për meritën e Edit që e ka nisur krijimtarinë muzikore të muzikës popullore kur ishte. E ka nisur shumë herë. Jo i ri, po ndoshta i vogël. Po shumë herë, e ka nisur dhe kalon goxha, po lën gjurmë shumë. Ky është një lajm i mirë, se tham që duhet kemi traditë. Mirë, po kështu pra, do të shkojmë te zemra mamore, të cilën e prezantuam dhe që ka dhe autor të ri, gjithashtu që është djali yt. Unë e përshëndes nga ky studio dhe uroj shumë që ta ketë jetën e gjatë në krijimtari, të ketë dëshirë të bëjë gjëra, pse jo. Faleminderit, të ketë shëndetin, të ketë mirë me shëndet, patjetër. E dëgjojmë këngën. Rikthehemi në studio për të gjithë juve që sapo keni çelur radion. Unë jam në studio me Aranit Hoxhën, këngëtarin i cili i ka bërë të gjitha, tani bën atë që do. Pra, se e tham, ndonjëherë detyrat kanë kërkuar që të bësh të muzikën klasike dhe gjithçka tjetër, por në terrenin e muzikës së lehtë je futur Aranit? Jo, nuk pa. S'ka pëlqyer? Jo, më pëlqen shumë, po unë mendoj që njeriu duhet të rri aty ku është më i sigurt, më në terren të vet. Më në terrenin e tij. Edhe unë mendoj që jam te kjo e dyta më. Unë kam thënë gjithmonë që në rastin e festave familjare njerëzit kanë vetëm një mundësi për të krijuar kujtime. Me këtë dua të them që njerëzit kur martohen sigurisht mendojnë që ai është burri i fundit apo gruaja e fundit e jetës. Dhe edhe nëse fatkeqësisht në të ardhmen do të duhet ta ndërpresin familjen e tyre, përsëri nëse martohen sërish nuk martohen më me kaq shumë zhurmë të bukur. Jo, njerë bëjnë dasëm. Njerë bëjnë dasëm apo jo. Edhe unë mendoj që ju keni në dorë pikërisht këtë herën e vetme për të krijuar kujtime të mrekullueshme. Nëse ne na duket si e thjesht, mos të jetë dasëm, ndoshta për ne si spektator mund të jetë dasma e 200 apo e 2000 kur jemi si të ftuar. Ndërsa në rastin e atyre që martohen është vetëm një. Kam përshtypjen që përgjegjësia pas mund të jetë edhe më e madhe se në një koncert ku nëse nuk del shumë mirë sot, ke një mundësi për të bërë një reprizë tjetër nesër. Zeta, unë kam qysh në moshën 17 vjeç që dala për dasma dhe kam punuar me të gjithë artistët që janë sot artistët më të mirë që merren me këtë punë në Shqipëri. Dhe them drejtën, qysh në fillimet e mia dhe deri sot që jemi bashkë në studio, unë dasmën e quaj institucion. Dhe nëse ka një aktivitet, një çfarë apo një mbledhje me njerëz që është shumë serioze është dasma. Është për të vlerësuar dy herë. E para sepse ato që kanë dasmën kanë besuar ditën më të bukur të jetës tyre, ta kanë thënë dyta bosh. Dhe e dyta më e rëndësishme është që ti kur nuk harrosh atë familje që je pjesë e kujtimeve të tyre. Un kam njerëz para disa kohësh kam martuar një djalë të ri që unë ja kam martuar prindit e tij djalit. Dhe
është kënaqësi shumë e madhe kur njerëzit nuk të harrojnë, nuk të ndajnë nga gëzimet familjare. Dhe mbi të gjitha, pse jo ta themi, ne I bëjmë dasma shumë të bukura. Shqipëria bën dasma shumë të bukura. Un kam shëtit, kam pa dasma jashtë shtetit, kemi diviz, por ne I bëjmë dasma shumë të ndjera. Qoftë veriu, qoftë jugu janë të bukura, janë të ngrohta dhe njerëzit kënaqen. Ajo që kam vënë re është kujdesi për të marrë informacionin e duhur. Origjinat e prindërve ose të çiftit që martohet ose dhe kam vënë re që dasmat me skalet nuk janë po aq të bukura sa dasmat që I lihet në dorë një profesionisti që unë një këngëtar dasme apo një orkestër dasme e kam quajtur gjithmonë një DJ në kuptimin e perceptimit se çfarë do ky popull në këtë moment tani. Dëgjoj, përpara nuk është se hynim fort në detaje, thjesht pyetën nga veriu, nga jugu dhe ti e bëje një playlist në kokën tënde. Kurse sot dasmat janë shumë sofistikuar, themi drejtën sepse mendohen sallat më të bukura, arredimet më të forta, bendet më të mira, këngëtarët, artistët e përzgjedhur dhe I detyruar të pyesësh nga janë se ka qenë një fort para disa viteve kemi qenë me një dasëm në Fier dhe unë e kisha ide në kokë që miqtë e ri që do vinin ishin nga Elbasani. Edhe unë I mereu erdhën miqtë, dhe unë filloj duke kënu kokë Elbasani, unë Bache, ato I shikoj se agotit je I fare, I them, I afrojmë një, I thamor, nga je një, I thash, ne jemi nga Mallakasa, vlla tha. Aha, dhe prandaj krejt afër. Dhe prandaj sot du të marrë informacion, sepse nuk është se do ndodhin e gjë, po thjesht nuk do të kenë reagim dhe do të rinë shikojnë kështu si tutum. Edhe për më tepër që një dasmë, unë gjithmonë e kam menduar për artistët që interpretojnë aty, është një vitrinë për një tjetër. Pra ndoshta aty mund të identifikohesh nga dikush tjetër, nga një familje tjetër, nga një. Unë këtu do të bëj lidhen që ti bërë në fillim, që Theraniti nuk është shumë mediatik. A është e vërtet një që nuk është shumë mediatik, nuk e ke qef mediatik. Është e vërtet, unë mund të kem 3-4 intervista gjithë jetën time, sepse nuk I dua intervistat. Jo se kam diçka me televizionin, po thjesht nuk kam qef. Dhe vitrina ime është vetëm stage I dasmës. Sepse unë çdo dasmë e mbyll po ndasëm. Gjithë punët, sepse sot njerëzit futen, klikojnë, shohin rrjetet sociale unë gjithë agjendën time kam të mbyllur Kozeta, Araniti, tjetri ka qenë dasme në Kozetës, do ta kem edhe unë këtë se s'bën. Pra është marketingu gojë më gojë, ai që ndodh aty. Për mua është marketing shumë I afërt, është real marketing. E kuptova, ja pra. Dhe s'ka nevojë shumë për ai që do të të marrë, do të të marrë. A ka patur ndonjë problem ndonjëherë Aranit, ja si ky që sapo përmendë ti për shembull që unë këndoj nga Elbasani duke menduar që këtu janë miq. Po se ashtu më kishin thonë. Ose të kërkojnë një këngë, në përgjithësi besoj që ndodhet këngë të vjetra shumë, që ti je I papërgatitur, po ndërkohë edhe duhet t'ia plotësosh dëshirën atij, po edhe vetë je ngërç si ta zgjidh këtë situatë tani me muzikantët ose a ka ngjarje si këto? Un kam përshtypjen që aty brenda jush ka pafund nga këto. Ngjarje ka pafund, po është e vërtet, po këto më kanë ndodhur përpara se sot un kam eksperiencë shumë dhe di shumë. Po më ndodh, kam qenë në Gjermani një dasëm, edhe më vjen një zotëri dhe më thotë du një këngë që ishte kënga Sef Koshares. Kënga Sef Koshares që kisha ngjuar jetën time atë këngë. Ajo këngë ishte kënduar nga artisti Joni Madhari Vladi dhe bosh fjalë për pjesën e luftës Kosovës, se unë nuk e di atë këngë, them drejtën dhe më ngeli shumë pishman. Mbas disa kohëve që lloj me punë tjetër dhe mua kurioziteti për ta mësova atë këngë. Dhe për fat më qellon ai zotëria prapë në një event. Po, edhe unë e këndoj atë këngë. Dhe më tha, dëgjoj, tha, ka I problem, tham. Po I thash, herën e parë tha, mendova se shpëtova lekët, po sot po t'i jap. Po se janë këto porosit. Pa hir, po. Janë këto porosit. Nga ky afrimiteti me njerëzit, ndërkohë nga ana tjetër është skena e ansamblit. Është ai që ne quajmë ndonjëherë teatër shëtitës, kur duhet të shkoni përveç pjesës së skenës së operës në Tiranë, ku duhet të shkoni atje ku me që nuk vjen dot publiku tek ajo muzika, do shkoj ansambli tek ai publiku atje. Në për qytete, në për stinat e verës kryesisht që ndodh në sezon. Po atje, ajo veshja popullore. Dëgjoj, nëse ti do të thon, kur ju visheni me kostumet popullore, edhe sikur mos këndoni, edhe sikur mos kërceni, ajo për vete është një fotografi më vete. Kostumet tona janë shumë të bukura. Kostumet tona janë shumë të bukura, ne kemi valle shumë të bukura dhe mbi të gjitha ne kemi një lloj folklori shumë të bukur. Unë mendoj që media që e kanë dorë këtë pjesë duhet t'japin më shumë zë. Dhe them drejtën, ansambli është pasuri kombëtare. Jo pse jam unë pjesë e ansamblit,
unë jam pjesë ansamblit dhe marr me krenari. Ka qenë edhe para se të ishe ti, do jetë edhe pas se ti je. Sot mbaj një lek që është mbajt nga i madhi Ibrahim Tukiçi, që nuk ka mendoj shqiptar që nuk e njeh dhe nuk ngrehet në këmbë për të, për respektin dhe për rujtjen e vlerës dhe të kulturës tonë. Por në momentin që ansambli del, qoftë vap, qoftë ftoft, qoftë në Amerikë, qoftë në Europë, kudo që jemi, ne tani ishim me shfaqjet, kishim pjesën e festave të nëntorit, dhe filloi turi nga Italia, ishim në Bolzano dhe në Rovereto. Kanë qenë dy shfaqje që unë them drejtën nuk kisha kohë që nuk i kisha dëgjuar nga këta që ishin përpara nesh në ansambël, që thonin njerëzit me këmisha në dorë, realisht ishin super emocion, shumë të bukura, dhe ti shohësh ato pak rrjetet mia sociale që i kam, që unë i publikon dhe teatri, janë aq të bukura sa nuk i gëzohesh dot sa të bukura janë. Dhe kjo është magjia e ansamblit. Dhe unë nuk du të bëj shumë të përmend shumë këto, se ti ma njeh tipin dhe unë s'kam nevojë të përmend kërkon, po të them drejtën, në këtë kohë teatri po ecën shumë mirë, sepse po i bëhet një marketing shumë i mirë dhe të gjitha shfaqjet e ansamblit, qoftë ansambli, qoftë opera, mbas ardhes së drejtorit Aulon Naçi, edhe për kushtimit të drejtorit të ansamblit Kol Marsi, Sokoli po i them Koli, ka marrë një lloj vrulli shumë të mirë dhe të gjitha shfaqjet ju i keni pasur i ndiqni janë sold out. Dhe kush është vlerësimi i punës tonë janë publiku. Nëse ne kemi sallat plot, në çdo premierë do thotë që ne bëjmë punë të mira dhe mesazhi jon po përçohet te publiku. Si një specialiste komunikimi dhe marketingu që unë jam, unë të them Tyranit që dhe kjo që sa po bëre ti tani është për vete një marketing për një shfaqje të ansamblit apo të teatrit të operës, që edhe dikush që nuk e ka parë në rrjetet sociale të operës apo të ansamblit, po ndjek rrjetet sociale të Top Albanias, ka një shkëndij për të kuptuar që çfarë kanë shfaqjet e tyre që janë sold out. Realisht janë të gjitha shfaqjet sold out. Si kjo, vetëm një njeri të vetëm që na dëgjon, ta çosh në sportelin e teatrit të operës dhe baletit, unë mendoj që është fitore. Imagjino sikur të jenë më shumë, 2, 3, 4. Me këtë dua të them që ndonjëherë edhe duhet flisni për punën tuaj. Shumë faleminderit. Po, jo gjithmonë na jepet mundësia, por atëherë kur jepet, ne duhet ta themi gjën siç është e drejtë. Dhe nuk ka më mirë se sa ti thush gjërat kur janë mirë, thush po, është mirë. Kur s'është mirë, nuk është mirë, hajta ndrejqim. Dhe në këtë rast, vlerësim shumë të madh për gjithë artistët me balet, me valle, me orkestrant, sepse të bësh premiera nuk është shumë kollaj. Aty bëhen shumë prova, edhe bën shfaqje pothuajse çdo ditë. Salla teatrit operës është çdo ditë me shfaqje. Pa çka se ne me operën dhe ansambli jemi një familje. Patjetër. Se punojmë në një vend bashkë dhe është kënaqësi të punosh në tempullin e artit shqiptar, dhe pse jo ta përçojmë dhe t'i themi njerëzve hajdeni në teatr, hajdeni shikoni shfaqjet, sepse është kulturë mbi të gjitha, edhe fëmijët. Ne kemi filluar edukim në brezave të rinj. Vinë fëmijët e shkollave, shohin provat gjenerale, po mushet salla plot. Po ata fëmijë i sjellin prindrit, ato e përçojnë te prindrit kanë miqtë e tyre, edhe kjo gjë hapet shumë shpejt. E vërtet është. Edhe ku ka më mirë të hapet për mirë. Më the pa komente më përpara që nga studimet në akademi, pavarësisht se ku vendoset ti të qëndrosh dhe si të zgjedhësh ti për të mirën tënde. Jo, dhe kjo ka qenë rastësi që unë shkova në ansambël, nuk përse e vendosa. Moment që unë pata fitova me trit, fitova i pari nga tenorët e rinj, dhe në atë kohë ka qenë drejtor maestro Zhani Ciko. Po është koncerti i fortë i 100 vjetorit pavarësisë, dhe ai më përzgjodhi, të drejtën më tha Arnita, unë mendoj që shkosh ti, Kastrioti dhe një tenor tjetër që ishte nga pjesa e Kosovës, të jeni në këto koncerte. Edhe aty ndodhi që unë kalova këtej, më tha, unë mendoj që na duhet shumë këtej. Arrit sa kohë këtej, unë nuk ndeta, po u gozhdova aty. Cilat janë tenorët që mund të kesh pasur qefti gjatë studimeve të tua, ose që i ke dëgjuar, ose që ke qenë i detyruar të dëgjosh, ose që me të cilët je stërvitur vokalista, nuk e di se si quhet. Shqipëria ka pas edhe të huaj, ka pas edhe ka tenor shumë mirë. Për të huaj bota ka plot. Ne këto që kemi ne duhet t'i mbajmë fort edhe duhet t'i çmojmë dhe t'i vlerësojmë çdo ditë. Për shembull, tu mund të veçoj tenorin më të madh shqiptar për mua, Gaço Çako, Ibrahim Tukiçi, Hysén Koçia, Adrian Xhema, dhe i fundit, por jo nga rëndësia, po që po është shumë i fortë në këto momente që ne na nderon dhe na bën krenar në gjithë botën, Josif Gjipali, që edhe këtu po përfitoj të bëj pak marketing, ai ka po lund do bëj trovatorën tani këto ditë në teatr, dhe prapë shfaqjet janë sold out. Ne kemi artistë shumë të mirë. Kosova ka Aram Lajen, që është pa joni, është Kosova, Shqipëria, ne kemi Sajmir Pirgu,
Mos harroj në 1% ne kemi shumë tenor. E di pse thash, sepse së bashku me Aranitin, sigurisht ai kishte një pozicion më konkret sepse duhet të mbante dasmën. Më kujtohet dasma e mikut tonë të përbashkët, Klodian Kaçani. U harrova edhe Klodin, më bëre shumë mirë që ma kujtove. Po Klodi nuk ma merr për keq sepse e ke kam shok se kam. Dhe është shumë, edhe edhe i ri. Dhe më kujtohet atje që në një moment të një ngërçi fikesh të dritave në momentin e ceremonisë së tortës, tenor dhe bariton të teatrit të operës dhe baletit që këndojnë Brindisi. Po ajo është bë virale shumë ajo. Ajo ndodhi por që u bë sikur ne e kishim bërë qëllimisht atë gjë. Ashtu duk. Dhe u bë shumë e bukur. Dhe prandaj unë dua që variantin e Pavarotit, meqense marrim dot këtë virale për ta transmetuar në radio, La Donna e Mobile ta transmetojmë tani në radio. Ai ta dëgjojmë. Pavarotti na rikthen në studion e Top Albania Radios me Aranit Hoxhën. Ne përmendëm pak momente më përpara punën e familjes edhe një farë trashëgimie artistike, po dua të mbetemi pak më gjatë këtu. Aranit më the që nëna dhe babaja apo njerëzit e tu të afërt nuk kanë kënduar profesionalisht, përveç se kur janë mbledhur në vetëm festa familjare. Festat familjare. Ndërkohë ti u bëre ky që u bëre. Djali yt që shkruan muzikë ose që ka shkruar të paktën atë këngën për të cilën ne folëm dhe e transmetuam në radio, është indikuar nga babi, nga ajo që sheh dhe dëgjohet të ndodh në shtëpinë e tij, apo e ka me qef vet? Domethënë do dëshirojë që djali yt të bëj artist. Jo, unë nuk do të dëshiroja fare, po ai dëshiron vet. Kjo është problemi. dhe unë jam rrit dhe jam mësuar me disa njerëz se thonin që muzika nuk ka 5, 6, 7, 8, ka ose 10 ose 4. Okej. Çka do të thotë që o i pari o i fundit. Po, unë kompromis me zanatin nuk bëj. Nëse djali im është për 5, do të jetë 5. Nëse është për 10, është për 10. Dhe këtu nuk kam pse ti imponohem. Ato nëse duan do bëjnë, nëse se duan do vazhdojnë të bëjnë diçka tjetër, sepse sot lavdi Zotit ka mundësia pafund. Patjetër që po. Janë shumë të mirë me mësime, në pjesën e gjuhëve të huaja, gjërave e gjen veten ku të duan. Kjo është shumë e rëndësishme sepse kemi thënë gjithmonë ndonjëherë prindrit kanë ose dëshirë të projektojnë veten e tyre te fëmijët në të ardhmen për ca gjëra që si bën dot vet. Ca e marrin me kalkulim, ti duhet bësh ky sepse ky është tregu i punës, por në fakt kur nuk e dëshira. Nuk mendoj ashtu. Por nuk e dëshira nuk i bën dot punët mirë. Jeta ka dhënë prova që nuk është ashtu. Sot dikush që do të bëhet me hira pa hirë, thot populli, ai do të bëhet. Sepse ka pasion dhe pasioni është ai që s'të ndalon asnjëherë. Unë e di çfarë do të thotë të bashkëtosh me një muzikant, një artist të gjithashtu se si e kanë jetën e tyre. Edhe ndoshta ka disa kohë, momente që mund të mungojnë. Ka kohë që të mungon familja jote. Për shembull, në të gjithë rastet e festave, kur tërë dynjaja feston, ti si e dot në shtëpinë tënde se duhet të jesh për të argëtuar ata që do festojnë. Dhe gjëra të kësaj. Është e vërtetë, un kam shumë vite që nuk e bëj vitin e ri me familjen time. Po them festa vitit të ri apo Krishtinët sepse ne gjithmonë qellojmë qemin punë. Por kozeta e vjeta vjen duke crescendo, vjen me do ta pranojmë që nuk jam më 20 vjeç, edhe nuk është që do të kapim çdo gjë që do të dalë për ta kap, qoftë punë, qoftë event, qoftë. Tani mundohemi të bëjmë pak më të racionuar, më të reduktuar dhe mendoj që është momenti që të përzjedhim. Dhe kohën më të madhe unë e kaloj vetëm me pjesën e fëmijëve, me vajzën, me gocën time të vogël Hanën, të cilës vetëm atë nuk kam kompromise kohë, jam gjithkohës, mas asaj dhe tim ke pa që unë jam. Pastaj pjesa tjetër jemi detyruar se në fundit kjo është diçka që ne për të mirë të familjes, se për të mirë të mirëqenien se bëjmë. Patjetër. Sepse kjo është ideja, pra edhe paraditja, pasditja që ka shfaqjet e veta, po edhe nata ose mbrëmjet që kanë këto të tjera dhe në përgjithësi këtë e vuajnë pjesa më e madhe të gjithë artistët janë punë, nuk bëjnë festa në shtëpi, shumë familje. E kam përshtypjen që vetëm dikush mund të ta mblidhte. Nëse vajza të thotë që s'ka më të dalësh natën e vitit të ri, s'del. Vetëm asaj mund të thuash po. Kur ka qenë më e vogël, nuk e merja me vete. Tani që është rrit edhe e marr, sepse nata vitit të ri është shumë ftohtë, fëmijët që të lëvizin e dalin e të bëjnë edhe por prap tani ka qenë vjen, bëjmë gati veshjet, fustanat që do të jetë ajo për natën e vitit të ri edhe pse jo. Edhe këtu tek vëmendja dhe tek dritat e projektorëve, se tani u kujtova, në fillim më the, në fillimet e tua që më pëlqente ideja që isha i famshëm. Pra të nesërmen asaj dite u bëra i famshëm, ose kështu e perceptoja unë. Ndërkohë sot ke këtë raportin tjetër që thua nuk më duhet mua kaq shumë vëmendje, sepse unë mund ta kryej procesin tim të punës dhe me këtë
tregimin, narracionin gojë më gojë të njerëzve që më kanë dëgjuar. Sot e do vëmendjen të pëlqen të jesh në dritat e projektorëve? Jo, fare. Jo. Jo, të më drejtën jo. Okej, unë shoh që pse njerëzit marrin një famë të fikshme me njëherë, nuk dinë ta menaxhojnë famën. Çfarë po dëgjojmë për ditë edhe në to rrjetet sociale që dëgjojmë. Jo thot kalova depresion, kalova këtë, nuk e di, nëse na ka ndodhur deri tash, inshallah s'na ndodh kurrë, por mendoj që janë njerëz të tillë që e duan atë lloj famë, aq të fortë, aq shpejt që të bën qendër me. Unë nuk e kam dashur kurrë dhe nuk e du. Unë kam një famë që mjeft një lloj shtrese njerëzish, jam shumë okay me atë. Shiko, këto janë kohra reality show, një ka filluar, një tjetër po fillon së shpejti për pak ditë në Top Channel. Çfarë mund të fuste ty brenda një reality show? Për çfarë mund të ishe futur ti në një situatë hipotetike? Ka ndonjë arsye për çfarë do kishe vendosur ti të futesh edhe të bëje pazar për shembull me jetën tënde? Po, nëse unë do të kisha një hall shëndetësor shumë të madh, që s'kishte zgjidhje që unë do ta përballoja dot kurrë, ajo gjë do më detyronte që po unë do futem ta bëj këtë Big Brother ose ku diun. Po një reality, një format reality. Ajo do të ishte një arsye që mund të jetë e vetmja. Po për të pas famë nuk mendoj që do ta bëja kurrë, realisht. Prandaj të pyeta si je me dritat e projektorëve, se në përgjithësi këto formate janë parë si një mënyrë për të katapultuar shumë shpejt në televizionet, e televizioni e ka këtë që të bën të famshëm shumë shpejt, pastaj do duhet ta mbash vetë popularitetin. Po unë mendoj që edhe shumë që kanë dalë dhe kanë marrë famë shumë menjëherë, nuk po them të gjithë, po një pjesë e madhe e tyre dhe nuk kanë ditë ta mbajnë atë famë. Nuk kanë ditë ta ruajnë, pra është dhënë mundësia dhe nuk kanë ditë ta ruajnë. Fakto artistë që morën famë dhe sot e dinë ta mbajnë atë famën, ose si thosh, kanë arritë këtë dhjeta dhe kanë filluar ta ngrenë atë dhjetën. Mendoj që janë pak, mendimi im. Është muaj festash, është muaj ngjarjesh, është muaj ku artistët këndojnë 6 herë brenda natës në një vend. Si është ky muaj për ty? Është një muaj strapacues. Çfarë ndodh pasi mbyllen dritat e 31 dhjetorit apo deri 3 janarit? Se deri në 3 janar ka akoma një fluks lëvizjesh, eventesh edhe. Po, nata vitit të ri është ngarkuar. Për mua ka qenë gjithmonë ngarkuar, po në pjesën e datës 1 dhe 2 nuk para marr punë asnjëherë, sepse s'patëm unë du që datë 1 t'jem me familjen. Me familjen. T'jem me fëmijët e mi, t'jem me nanën time. T'jem me njerëzit e dashur, sepse i mat thotë dikur Ramet Pas, njeriu nuk është se feston vitin e ri, por feston që e kaluam edhe këtë vit pa strese, pa halle, pa probleme shëndetësore, po. Edhe jemi mirë, themi Zotit faleminderit. Kjo është ideja. Tirani ti ke familjen pak të shpërndar, po e ke të shpërndar familjen, pra vllajën motrën me sa di? Po, ne jemi pak familje e madhe, ne jemi fëmijë shumë, po janë të shpërndar, disa janë në Europë, pjesë e vogël jemi këtu, po që ndjem me fat që kemi familje të madhe, që kam vëllezër e motra. E mban mend kur ka qenë hera e fundit që keni pasur mundësi të jeni të gjithë bashkë në një tryezë? Tjetër më kisha ditëlindjen e nanës, i bëra 80 vjetorin mamës, edhe i mlodha të gjithë, nuk i thash mamës se do të bëjmë, po, u mlodhëm të gjithë. Ishte emocion shumë i bukur, pa e kisha edhe me frikë pjesën e si do reagonte ajo vetë. Po si do reagonte, po u kënaqem, shkoi shumë mirë. Ai ishte kënaqësi shumë e madhe. U mblodhëm të gjithë bashkë. Nëse do të riktheheshe jetës tënde pas në kohë, sepse në fund të fundit, kjo është një nga ato pyetjet e fundit që i bëhet çdo personazhi që është i ulur në atë karrike. Do kishe bërë të njëjtat zgjedhje, do kishe përsëritur të njëjtat gabime. Si do kishte qenë jeta jote? Nëse ndalon sot dhe thua, nëse s'do isha Ranit Hoxha që këndon, kush do isha? Kozeta, ne fatin e ka përcaktuar Zoti dhe mënyrën se si ne përdorim atë fat është në dorën tonë. Unë do toja edhe nëse do të kthehesha, jo një jetë, po 2 herë mbrapa unë do bëja të njëjtën gjë. Edhe ta them me shpirt, domethënë jam shumë falënderues Zotit sepse na ka dhënë një shëndet plot. Kam një familje shumë të mirë dhe çohemi mëngjes dhe themi faleminderit Zot. E dëgjova që kësaj interviste disa herë. Beson? Patjetër. Beson. Po ne ka një rregullator kjo tokë që edhe kjo botë, ky blok. Që është që e ke të brendshëm, ndoshta nuk bën rritet nëpër institucionet e besimit. Nuk shkoj nëpër institucione, por besoj shumë, sepse besoj shumë te qenit njëri dhe besoj shumë te institucioni i familjes, besoj shumë te pjesa non bab, edhe që ne themi faleminderit Zot, falenderojmë prindërit tan dhe në fund ditës e mbyllim me të mirat, me të këqijat tona. Pak më përpara the Imat thoshte që kur festojmë vitin e ri, nuk festojmë vitin e ri si fest, po festojmë një vit që kaloi pa andralla, pa strese, pa probleme shëndetësore dhe kështu me radhë. Ka disa njerëz të cilët
ikja e viteve i trishton, sepse ju duket se një vit minus nga jeta. Ka disa të tjerë që i gëzon, se thonë në këtë vit jemi më të ditur, më me përvoja se një vit më përpara. Po për ty si është një vit më pak? Unë kam tjetër koncept. Unë them ne jemi kalimtar në këtë botë dhe mesazhi ose mënyra që duhet përcjellim ne është që ne të lejmë emrin e mirë nesër, sepse askush nuk e di se sa e ka gjatë, kur e ka dhe si e ka. Ajo takon vetëm Zotit, kurse misioni jonë është të jemi okay, të cjellim mirë dhe të themi çdo ditë që kalon faleminderit se zbardhë edhe kjo ditë e mirë. Dhe duke qenë se jemi në këtë ditët e fundit të vitit, a jeti Aranit ai njeriu që merr lapsin dhe letrën për të thënë si ishte jeta ime këtë vit ose çfarë dua unë të ndodh në jetën time vitin pasardhës, apo je një njeri spontan që jeton me atë që të sjell momenti? Jo, nuk jam njëri që bëj llogarira. Jo, fare. Unë thjesht ta thash edhe përpara. Prandaj të pyeta. Unë i gëzoj momentit, i gëzojmë kësaj interviste që po bëj me ty, e shoj maksimalisht. Nesër nuk do bëj intervistë tjetër, por që do bëj diçka tjetër që po edhe atë do ta bëj me shumë dëshirë. Dhe unë mendoj që kërkush nuk duhet bëj llogaria sepse ka diçka që i prish llogaritë tona. A ishte kjo një intervistë e lezetshme që ti nuk qave? Nuk të bëj për të qartë? Jo, kjo ishte një intervistë shumë e bukur dhe unë them drejtën, ndjeva veten shumë mirë me ty dhe të jam mirënjohur sepse nuk më vure në cikletë të tilla hajde të qajmë tani, kupton? Unë këto intervista i urrej, domethënë, ne do të flasim ato çka jemi dhe ato çka ne bëjmë. Edhe kjo është e vërteta dhe një nga gjërat që po mungon sot në mediumet shqiptare është pikërisht se njerëzit po flasin ose po përdoren në kuptimin me thonjza më pak për punën e tyre dhe më shumë për të shërbyer asaj që na duhet ne të qajmë sepse kjo ka klikime, ose të shajmë sepse kjo ka klikime, por në fakt jeta ka disa momente të bukura që nëse i ndan me disa njerëz të tjerë, ata marrin një model tjetër më pozitiv. Pastaj zgjedhja është një histori tjetër. Na duan ne apo duan dikë tjetër? Bota ka vend për të gjithë. Njerëzit përpara një mikrofoni stepen. Por është profesionalizmi i mirë i gazetarit apo atij që ke përballë që ty të bëj të lirohesh, ti të flasësh atë çka ti ndjen dhe atë çka ti je në vërtetë. Unë do ta mbyll këtë intervistë me ty duke thënë që më pëlqen shumë kur njerëzit rrëfehen dhe mua më ka pagëzuar Araniti në një kështu bisedë off records. Nuk e di thot pse vjen tërë botat e ty. Qajnë hallet të gjithë të ty, je bërë si dervishat i gjeja. Është e vërtetë sepse ku kam qenë shumë i vogël, mos marr kohë, unë qelloja që shtëpinë profesori im Luan Bakiu e kishte mutet të teqja dervishat i gjes. Ka rruga Sami Vrashi. Dhe aty e kam pa për herë parë teqen dhe shikoja një se shkosh te teqja dhe. A njësoj dhe unë. Unë ri aty vetëm vjen informacioni. Dikur ka qenë ai slogani i famshëm i Topit, lajmi më parë kalon tek ne në Top Channel. Kurse tani është bërë ndryshe pavarësisht se edhe unë pjesë e këtij mediumi, lajmi më përpara kalon te unë, pastaj shpërndahet. Jo, po je edhe ti njëri që njerëzit vinë, dinë ku të flasin, ku të bëjnë. Jo gjithku flasin. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Më pëlqejnë shumë intervistat e sinqerta, më pëlqejnë shumë njerëzit e sinqertë, në këtë kohë fasadash, sipërfaqesh ku më shumë se sa gënjejmë njëri tjetrin për atë që jemi, kemi filluar të gënjejmë veten. Kemi filluar të besojmë përpara pasqyrës personazhin që nuk jemi, por atë që ne duam të krijojmë. Në këtë botë andrallash është shumë bukur kur takon njerëz për vërtetin. Unë shpresoj shumë që ju të na keni ndjekur edhe ju në takimin tonë të ardhshëm. Sot një javë që i bie i bie shumë afër festave sot një javë. Do flasim. Sigurisht nuk do bëjmë diskutime nga ato sa kalori duhet ham për festa, sa kalori ka baklavaja, sepse ju e dini, unë i shmangem gjithmonë atyre gjërave që konsiderohen të përditshme dhe të parashikueshme. Natë.